Pasi fitoi çmimin e madh të shtëpisë të famshme, gjesti dha intervistën e tij të parë si fitues e edicionit të katërt. Pyetur për rikthyimin e tij nga një eliminim në shtëpinë më të famshme në Kosovë, në fitoren e madhe në Shqipëri, gjesti u shpreh: "Kur kam dalë prej atje, kam ditur që më kam mbetur rruga pa plotësuar. E dija që kam diçka se më është bërë një e padrejtë, e din vetë ata. Edhe kur më thirrën këtu të vi nuk e kam besuar derisa kam bërritur te dera e televizionit. Thoja duan të bëjnë hajgare, kur mi kanë hapur dyert atëherë kam thënë, po, mund ta bëj dhe kam për të fituar." Për vlerësimin e vetes brenda shtëpisë, gjesti foli pa dorashka. "Përderisa jam fitues, normal që kam luajtur fort. Kam kqyr vetëm të qes jashtë një nga një. S'kam pasur mëshirë për ta hiq, sepse as ata s'kan pasur për mua, askush." Në momentet e para pas finales, gjesi u ndalte falënderimet, duke theksuar fuqinë e qëndrueshmërisë. "E falenderoj mos pari veten që kam duruar shumë dhe kam mbajtur disa gjëra që të tjerë s'kan mundur t'i mbajnë. Kam duruar dhe prejke fizike të më bëjnë, vetëm të më bërri sot këtu ku jam." Ndërsa pyetjes në lidhje me Eglin, ai u përgjigj në këtë mënyrë: "Unë i kam treguar Eglit dhe brenda që nuk kam diçka më shumë me të, nuk e shoh, por unë do të vazhdoj jashtë dhe të shohim se ku po shkon kjo gjë. Ndoshta rrugës mund të shohim diçka më shumë, se nuk gënjej dhe nuk i premtoj askujt, kështu që jam i njëjtë, edhe jashtë, ja them ato gjëra siç i thash brenda." Unë në këtë spektakël kam arritur t'i tregoj të gjitha ngjyrat dhe t'i fitoj të gjithë njerëzit e vërtet, që e dinë se çfarë është emocioni, të ngrihesh, të biesh dhe të dashurosh. Unë jam falënderues ndaj Zotit, vetes, familjes time dhe gjithë stafit të televizionit, dhe nuk mund të lë pa përmendur edhe gjestin, i cili mirë apo keq ka arritur të nxjerrë të gjitha ngjyrat e mia. Ishin fjalët e Eglit Takos.